Ishte dashura e Gjestit, e quajtur Diellza, ka qenë një nga emrat më të diskutuar në shtëpinë më të famshme në Shqipëri të këtij sezoni. Ato normalisht që e solli fituesi i këtij edicioni, duke treguar për raportin e tyre dhe se sa shumë e ka ndihmuar ajo në jetë, pasi ishin bashkë për 5 vjet. I pyetur nëse ka folur me të apo ka marrë ndonjë mesazh, artisti nga Peja theksoi se nuk ka ndodhur diçka e tillë. Unë kam sqaruar, ka qenë vajza që kam qenë me të 5 vjet në lidhje dhe më ka mbajtur. Kam kaluar shumë gjëra me të, ndihem në borxh, por s'kam kontakt me të, u shpreh ai. Më tutja i tha, e di që kam për ta takuar dhe do t'ja kthej të gjitha që ka bërë për mua. Unë ky jam, nuk ndryshoj. Tani ai po vazhdon raportin me Edi Takun, me të cilin pati ulje ngritje të shumta në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Dysha theksuan se çdo gjë po ecën mirë dhe se po vazhdojnë me angazhimet e tyre. Nga ana tjetër, Gjesi tregon edhe një herë se sa mirënjohës është ai.